Roli shoqëror. Xhamia ka një rol të veçantë dhe shumë të rëndësishëm në forcimin e unitetit shoqëror dhe të gjetjes së një bashkëpunimi të shkëlqyer midis të gjithë shtresave të shoqërisë, që nga ato më pak të rëndësishme e deri te stresat e larta. Ky lloj solidariteti ka qenë gjithashtu objekti i zbulesës hyjnore, pasi Allahu i Madhëruar ka zbritur një sër dispozitash dhe rregullash që rregullojnë marrëdhënien e anëtarëve të shoqërisë ndërmjet njëri tjetrit, si edhe vllazërimin e tyre në Islam. Të shumtë janë rregullat dhe dispozitat e përmendura në zbulesën hyjnore dhe në traditat profetike, të cilat vendosin normat e sjelljes midis besimtarëve. Rregullat e tilla vijnë për të mësuar njeriu si të sillet me vllajën e tij njeri, në mënyrë që shtresat e ndryshme të shoqërisë të jenë të lidhura fort me njëra tjetrën. Lidhur me këtë aspekt, xhamia dhe veçanërisht namazi në grup ka një rol shumë të rëndësishëm. Kjo do të thotë që muslimanët të mblidhen në xhami minimalisht 3 herë në ditë. Disa transmetime na tregojnë rëndësinë e nisjes për në xhami, me qëllim pra niyetin, përfitimin dhe shpërblimin që vjen prej namazit në grup, pra me xhamaet. Për të dërguarit të Allahut, paqja e begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, transmetohet: çdo njeri prej jush që i drejtohet xhamis me qëllimin e faljes së namazit në grup, që do të thotë me xhamaet, Allahu do t'i regjistrojë për të, për çdo hap të kryer në drejtim të saj, 70.000 të mira si shpërblim. Ky do të rrisë gjithashtu me 70.000 herë pozitën e tij te Allahu i Madhëruar. Nëse ndahet nga jeta në atë gjendje, Allahu i Madhëruar do të dërgojë për të 70.000 ëngjëj ta vizitojnë atë në varr, ta ngushëllojnë në vetmin e varrit dhe të luten për të deri në ditën e gjykimit. Për sa kohë ai bëhet prej frekuentuesve të vazhdueshëm të xhamis, ashtu siç u përmend edhe në hadithet e mësipërm, ai do të përfitojë jo më pak se njërin prej 3 mirësive të mëdha: një lutje e sinqertë drejtuar Allahut të Madhërisëm, që bëhet shkak për ta futur atë në xhenet; një lutje e sinqertë drejtuar Allahut të Madhëruar, që bëhet shkak që ai të largojë prej tij një fatkeqësi të madhe; një vëlla musliman që e do vetëm për hir të Allahut.